Jemi rikthyer sërish në podcastin Thuja Gjergjit, jam me psikologën Pranvera Paplekaj dhe po diskutojmë për fëmijët, rrjetet sociale, psikologjinë e tyre dhe çka që lidhet në fakt me të veçlit tanë. Zonja Paplekaj përqendruar pikërisht tek fëmijët dhe gjithçka që kanë rëndësi. Si mund ta bëjmë një midis më të sigurt për fëmijët? Këtu do të referohem kryesisht bullizmit dhe asaj që ju më herët e ngritët si një shqetësim që shfaqet sfulmi dhe mbrojtjes tyre nga ana psikologjike gjithmonë. Si që përmenda, roli më i vështirë që i mbetet është ai i prindit. Dhe pyetja juaj është shumë më vend, si mund të ndërtojmë një midis më të sigurt. Më të sigurt ose si mund të jemi më afër një fëmije sot. Patjetër që ka mundësira, shumë të vështira për shkak të rrethanave të cilave i përmendën të gjitha, por ajo në të cilën unë fokusohem shumë është komunikimi dhe koha. Çfarë duhet të them me këtë të tjera? Eksakt. Një prind që e merr përsipër sot të bëhet prind, duhet marrë përsipër edhe dy gjëra shumë të rëndësishme. Kohën edhe komunikimin. Sot jeta është bërë shumë e vështirë, shumë dinamike. Jashtëzakonisht, sidomos për çiftet e leja, dhe nuk është me dy fjalë kjo që japun si këshill, se nuk është një këshill që nuk e di askush, të jemi të drejtë, por që jap shumë rëndësi orëve, kohën që kalon me fëmijën tënd. Nëse një fëmijë që në mëngjes në orën 7:30 je nisën për në shkollë dhe vjen nga puna në orën 10 të darkës, e shikon dhe ka shumë nga ata që patjetër ora 10 fëmia duhet jetë në gjumë, pastaj unë nuk e di më se kur mund t'i thuhet prind dhe ku është roli i prindit. Si mund ta zgjidhë? Unë zonja Paplekaj dy prindër kam 3 punë. Unë kam 3 punë dhe e kam pamundur të jem herë në shtëpi. Jo gjithmonë. Nëse ti ke 3, prandaj duhet të them çfarë konsiderohet kohë e mirë, e mjaftueshme për të qenë me fëmijët, pranë fëmijëve, sa kohë duhet mua, le të themi. Ato kanë nevojë për mua gjithmonë, por le të themi sa është mirë që të jetë. Tjetër. Ishte shumë e rëndësishme ajo që the çfarë kohë apo si e kalon. Se mund të kemi prindër që rrinë edhe me 12 orë, 15 orë, po i ke në rrjetin social që ne përmendëm. Eksakt. Në divan. Kështu që nuk ka vlerë fare. Shumë e rëndësishme është koha cilësore. Qoftë edhe 1 orë në ditë, por nëse e kalon cilësisht me fëmijën tënd, absolutisht marrëdhënia është shumë më adapte e përshtatshme për të konsultuar me fëmijën tënd një problem, për të kaluar një sfidë, sesa një prind që 12 orë nuk e shikon fëmijën e vet fare. Ju thatë që keni 3 punë dhe unë absolutisht e kuptoj shumë mirë, se jam një prind që kam dhënë 2-3, kam patur periudha 4-5 punë, por në fakt kohën e fëmijëve fatmirësisht nuk ja kam lënë asnjë punë dhe asnjë personi për të ma vjellë. Çka do thotë? Se nëse do të jesh prind i përshtatshëm për kohën sot, koha dhe orët e komunikimit gjenden gjithmonë. Duhet të gjenden gjithmonë. Nëse një fëmijë nuk e ke pyetur asnjëherë, si e kalove sot, babi? Si e kalove sot, mami? Si shkoj sot? Atë ngrasmoj dikush? Jo gjithmonë të fokusohemi, çfarë more sot? A kishe provimin, si shkoj? E shoh shumë, edhe në rrugë dhe gjej këtë shumë. Gjëja më e parë që i thonë fëmijës, një pjesë shumë e madhe prindërve, çfarë more sot të provimi asaj? Duhet jemi pak më në tokë. Ndoshta ai fëmijë po vjen aq i stresuar dhe mezi po pret për qafimin tënd dhe ti thua çfarë more sot? Nuk më pëlqen fare. Nuk është pyetja e duhur për fëmijët, fatkeqësisht për fëmijët në kohën e sotme. Kaloni kohë, nëse më fal, ti vën 3 punë, vazhdo bëj, sepse jetën personale zgjell çdo kush për veten e tij, por nëse ndodheni dhe jeni të dy prindrit, njëri duhet sakrifikohet pak më shumë. Fëmijët e duan njeriu të hoka. Nuk jam dakord kurrë me kohën që ka ardhur. Hajde të bëjmë lek, hajde të bëjmë të pasur,
sa ata do rriten, i rrit Zoti vetë, siç kanë thënë për arsit tu, edhe fëmia rritet. Nuk rritet fëmia i sotëm vetëm, nuk rritet vetë. Rritet si shtas, por nuk rritemi mentalisht, emocionalisht, socialisht. Asnjëherë. Kisha mendje një pyetje tjetër dhe gjatë bisedës tuaj merr krejt pyetje tjetër. Në një komunikim që mund të kemi me fëmijën tim, për çfarë mund ta pyes? Apo si duhet ta pyes? Sepse vajzë me mallet paktën le të themi ka hyrë në moshën e adoleshencës dhe komunikimi bëhet i paksa më ndryshe tani sepse edhe për shkak aja konsideron veten të rritur, unë e konsideroj fëmijën dhe ndodh edhe kjo loja. Çfarë do ta pyes? Çfarë bisede mund të bëjmë me të? Si mund të drejtohen? Gjergje, komunikimi dhe pyetjet që mund bën tani nuk fillojnë në moshën e vajzës të ëndra. Komunikimi me fëmijën fillon 0 vjeç, madje falindur afoma. Nëse një prind, siç e thash përpara, është prezent në kohë, në cilësi dhe në komunikim, komunikimi është diçka e hapur. Madje s'ke nevojë as ta pyesësh. Nëse ti për vite me radhë i ke qëndruar aty dhe ke krijuar ura dhe baza komunikimit të forta, nuk është më e nevojshme të pyesësh çfarë duhet ta pyes. Ti fëmijën duhet ta lexosh që nga dalja që bën tek shkolla. Ti duhet ta kuptosh. Ti duhet ta dish çfarë ta pyesësh. Nuk ke pse merr këshilla nga askush. Nëse ti i ke zbatuar mirë rolin tënd ndër këto vite. 14 vjeç është një fazë totalisht ndryshe. E nëse nuk e kam ditur më përpara, çfarë do të bëj unë sot? Për një nuk është skur vonë. Asnjëherë sot populli, kështu që gjithmonë ka një kohë, ka një vend dhe ka një njeri që shërben për mirë. Edhe nëse ka qenë e pamundur, kemi raste plot emigrimi ku prindrit nuk janë, nuk ndollen fatkeqësisht për shkak të kushteve dhe rrethanave ekonomike apo kushteve tjera, ndodh që ata të kthehen dhe mbasi më të fillojë marrëdhënie shumë e mirë, shumë e bukur, edhe me fëmijën tënd. Vonë nuk është skur, por sigurisht që rëndësia është shumë më e madhe kur e ke në moshë të vogël se sa të fillosh një komunikim, tani vendosjen si prind dhe të filloj një komunikim të mirë në këtë moshë. Ka deficite patjetër. Me sa kemi kuptuar ju në ato bashkëbisedimet që bëni me nxënësit në shkollën tuaj, sepse përveç fëmijëve tuaj ju keni edhe një 400 ca fëmijë të tjerë atje që duhet kujdesesh për ta. Kështu që ne sipas asaj që ju keni arritur të shuani, sa të hapur janë këto nxënës, këto fëmijë për të biseduar me prindërit e tyre, me le të themi me të rriturit edhe për cilët ndoshta shqetësimet se ata kanë apo duhet ndodhet me kundërta, duhet jetë prindi ai që duhet kuptoj si që e thatë në momentin kur të nga shkolla ta identifikoj që ka diçka për cilën duhet së s'bën t'i kërkohet bisedoj. Duke qenë se si që përmendëm viteve të fundit sidomos pjesa e teknologjisë, përdorimi i telefonave është bërë jashtëzakonisht nuk them i rëndësishëm, por i rëndësishëm negativisht, sepse po zën gjithë kohën e mundshme. Fatkeqësisht komunikimi është zbehur jashtëzakonisht shumë, duke filluar në shoqëri, pastaj futemi në familje, që ka zënë rënd të thella edhe aty, dhe një prind sot, siç e thash, shumë herë apo një fëmijë e ka më të vështirë pjesën e komunikimit për shkak të përdorimit të teknologjisë. Por nëse, siç ta përmenda, prindi është aty, pra ka komunikimin dhe kohën, cilësinë e kohës që kalon, edhe telefoni nuk do mund ta mundi dot atë marrëdhënie. Por nëse prindi nuk është aty, por nuk është aty, absolutisht do dominoj teknologjia dhe komunikimi do jetë shumë i vështirë. Po fëmijët kanë këtë tendencën për të folur me prindrit e tyre nga ajo çfarë ju keni analizuar në le të themi aty ku jeni psikologë në shkollën tuaj. Të paktën nga ajo çfarë keni analizuar ju. Tani unë kam raste që trajtoj në jetën e përditshme në punën time. Ndodh gjëja, telefonojmë prindin
nëpërmjet mësuesit, drejtuesit apo unë, rëndësi ka të njoftohet prindi për problemin dhe fatkeqësisht po ndodh që prindri thotë unë nuk e dija që ka ndodhur ky problem. Fëmia im thotë kështu? Çka do të thotë kjo na lë shumë për të kuptuar. Dhe çfarë kuptojmë këtu? Kuptojmë që ajo që unë përmenda më përpara nuk është Mungesa komunikimi. nuk është zbatuar korrekt. Po fëmijët nuk duan të flasin fare me prindërit e tyre? Tani nuk mund të themi që fëmijët s'duan të flasin fare, sepse në jetën e njeriu ne di Apo kanë kodet e tyre që ne si kuptojmë? që njeriu më i rëndësishëm, sidomos në jetën e fëmijës, është prindi. Por ndodh që të kemi modele prindrish jo të mira, jo adapte dhe mund të kemi një komunikim me shumë deficite brenda, mund të kemi një reagim për shembull nga ana prindit për X veprimtari, për X gjë që ka ndodhur dhe nuk ka se si të ndodhë një komunikim mirë nga ana e fëmijës. Nëse një fëmijë e di, është i vetëdijshëm plotësisht që nëse unë ja them babit dhe mamit këtë që kam bërë sot në shkollë dhe ai reagon në X mënyrë, nuk ka se si të ketë një komunikim të lirshëm. Nuk ka se si të dojë një fëmijë të flasi. A ka të Por bëj kemi kjo? edhe raste plot, po varet shumë edhe nga natyra, karakteri i fëmijës. Kemi fëmijë shumë ekspresiv, të hapur, të lirë, që shprehen kudo, me këdo, në çfarë lloj situate, mbrojnë veten, mbrojnë edhe shokët madje. Por kemi edhe fëmijë të tjerë nga natyrat që janë intraverti quajmë ne, janë të mbyllur, edhe duhet shumë punë për ta bërë atë fëmijë të komunikojë. Por nëse nuk ekziston kjo pjesa që përmenda, komunikimi dhe koha, do jetë shumë më e vështirë. Ti mund ta kesh fëmijë aty, por në fakt nuk është për ty. A ka ndryshuar shumë kohët, brezdat? Sepse unë në fillim thash ndoshta është edhe fajojnë që nuk i kuptojnë fëmijët. Mund të jetë teknologjia që po e bën gjithë këtë transformim. Realisht duke i patur edhe prindrit dhe fëmijët parasysh ju dhe nga ana psikologjike i keni parë të dyja këmbështrimet. Sa ka ndryshuar le të themi brezat? Brezat kanë ndryshuar ekstremisht shumë. Kjo është e dukshme për këdo, jo vetëm për ne që jemi të fushës dhe i shohim me më shumë vëmendje këto gjëra. Brezat kanë një ndryshim ekstrem nga njeri tek tjetri, nga viti në vit, jo pastaj nga dekada në dekadë. Një transformim të jashtëzakonshëm ka bërë, siç e thatë dhe ju, teknologjia, por unë nuk jam kurrësi e mendimit që të gjykojmë, apo të paragjykojmë, apo të kryqëzojmë një sjellje apo jetën e një adoleshenti sot. Edhe ne po të ishim sot adoleshent, ne nuk do ishim ndryshe. Do ishim siç ata janë. Sepse është koha për cilët i ka zënë adoleshent. Të gjithë themi na kthem mrapa me këto mend, po nuk themi as na kthen në kohë me të njëjtat mend se të njëjtit persona do jemi. Patjetër. Siç kemi qenë gjithë brezat tonë, pothuajse të gjithë njësoj, po ashtu janë dhe këta. Fatkeqësisht kanë faktor shumë më të rrezikshëm për qenë mirë psikologjikisht, për qenë të lumtur, por nuk është e drejtë të gjykojmë apo të paragjykojmë. E drejtë është se si ti mbrojmë, se si t'u bëjmë më të lehtë rrugtimin e jetës tyre. Por nuk jam fare dakord që këto brezat e sot si janë bërë, të gjithë njësoj do ishim. Ky është mendimi im. Qartë. Zëna Plekaj, jeni në vetë dhe shpesh do t'jeti ndeshur me këtë trendin e telefonit në dorë, siç ju përmendet për rastet dhe jo vetëm të fëmijëve, por edhe të prindrit. Pyetje të drejtë për drejtë. A u lejoni fëmijëve tuaj telefon, të nëse nuk po lejoni si u hiqni? Fëmijëve të mi personalisht po thua. Fëmijëve të mi shumë reale po tregohem, ju lejohet telefon në mbi moshën 5 vjeçare dhe kanë 40 minuta deri në 1 orë. Në ditë. Po. 1 orë shkon në fundjavë dhe 40 minuta e kanë çdo ditë të javës. Mund të thoni pse? Nuk mund të jem unë kundra
një diçkajen që po mbizotron gjithë shoqërinë. Sepse patjetër që ka përfitimet e veta. Tek fëmijët që përdorin telefon dhe me kohë të kufizuar, pra një prind që ja del kësaj sfide, se kjo është sfida themun më e madhe e prindërve të sotëm, ja del që të përdorë telefonin në kohë të kufizuar tek fëmijët e vet, ka fituar një sfidë shumë të madhe. Dhe për këtë unë ndihmoj fort asaj që thash. Si u heq. Si u heq. Se kjo është pyetja më interesante. Po kjo kthehet në rregull, Gjergji. Nuk mund të themi si që bërë pyetjen si ta fillojnë komunikimin 14 vjeç. Nëse unë ua kam lënë 5 vjeç dhe kam ardhur duke u ashtuar minutat, kjo është një rregull pastaj, është disiplinë. Fëmia nuk ka pse të kundërshtoj se e di që orari, unë kur të ta jap, të them, mami telefoni do kesh kaq minuta në këtë orë, dhe vit them, koha mbaroi, duke qeshur madje, koha mbaron. Ti nuk ke pse dorëzohesh përpara protestës që bën fëmia. Por nëse ti s'ke qenë aty për 12 orë dhe do të mbash 4-5 punë, por nuk je prezent fare aty, nuk kam pse pastaj të gjykoj sjelljen e një fëmie. Se një fëmijë i sotëm kohën disi do e kaloj. Dhe nëse një fëmijë jeton në një apartament i mbyllur dhe s'ka asnjë fëmijë në lagje apo aty ku jeton qëndron, me diçka do merret. Që të merret me diçka që është kreative, që të bëj punime me dorë, që të bëj diçka me mamin apo babin, dhe ka të pamundur sepse nuk ka prezencën e prindit. E kuptoj. Kështu që gjërat duhet fillojnë shumë herët. Si e gjykoni ju një prind që ka hapur një rrjet social fëmijës së tij? Është veprim i gabuar, është një veprim normal nëse kontrollohet, apo ju një kategorikisht që fëmijët s'duhet kënë në rrjetet sociale, pavarësisht se mund të menaxhojnë edhe prindri? Në mënyrë kategorike nuk duhet të jemi të prerë për shumë pak gjëra në jetë. Unë nuk mund të them këtu që në mënyrë kategorike fëmia im nuk do ketë, se mbase ajo hap dhe unë nuk kam informacion fare. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm. Sot të ndodh ty, nëse do ndodhi mua, dhe nuk mund të them që në mënyrë kategorike kjo duhet jetë e prerë. Por kjo duhet jetë sipas moshave mendoj unë. Unë mbetem absolutisht e pakënaqur me rastet që dëgjoj që një fëmijë 6 vjeç, 5 vjeç, 7, 8, 9, 10, edhe 12, për çfarë do një rrjet social? Për çfarë duhet të ketë një Instagram apo një Facebook? Një fëmijë 12 vjeç. As nëse menaxhon prindi? Nëse menaxhon prindi dhe është aty, po si mund ta besoj unë? Si mund ta besoj? Se unë nuk do jem gjatë gjithë kohës. Fëmia do jetë në shkollë, shoqja do ketë telefon, shoku do ketë telefon. Ajo do futet, se nuk i reziston dot. Dëshirës për të futur, pasi unë t'ja mësoj vetë. Përsa ku e mi bëtë smur edhe në të rritur? Nuk është e lehtë fare, sepse ata janë detyruar për shkak të përkatësisë shoqërore njëri, sepse ndikohen nga njëri tjetri. Dhe edhe unë që flas tu, nesër pas nesër mund ta ketë fëmia im, po në këtë lloj që unë jam kundra, dhe prandaj them nuk jam e prerë në mënyrë kategorike, por nëse një prind arrin ta kontrollojë thellësisht dhe mundet të ja dalë kësaj, patjetër që nuk ka ndikime apo efekte negative sa që të bëhet problem. Sepse ne kemi WhatsAppin për shembull, jemi detyruar për shkak të shkollës. Po. Dhe duhet ta kemi shumë herët për fëmijët. Por nëse kontrollohet nga prindi, absolutisht s'do ketë probleme. Por ti hapësh Snapchat, Instagram, Facebook, një fëmijë 7 vjeçar, është pak e tepruar. Nuk jam Është pak e tepruar. Patjetër që është e tepruar. Duke që se jemi në temi drejt fundit, dhe ajo çfarë për mua përbën interes, a ka një qasje të re, le të themi moderne, duke që se gjërat kanë ndryshuar shumë shpejt, gjërat evoluojnë kaq shpejt, një qasje moderne edhe në mënyrën e trajtimit psikologjik, le të themi të fëmijëve kryesisht po në tërësi. Në mënyra moderne, pra dëgjova një informacion se edhe ChatGPT-ja në fakt kur ishin pyetur për situata psikologjike të rënduara,
përgjigjet e tij kishin qenë më të avarta. Çfarë tregonte se edhe aty kishte një lloj mëngjesie dhe referuar kësaj mendoni se duhet futur këto praktikat moderne ndoshta edhe për ta përmirësuar situatën psikologjike kryesisht të fëmijëve. Praktikat moderne të llojit, për shembull. Të llojit, unë si di llojet në të tin ata që i krijojnë praktikat psikologjike. Do të thënë, unë për ne mora shkas nga inteligjenca artificiale, e cila edhe ajo, kur i kishin bërë pyetje me karakter psikologjik të rënduar, përgjigjet kishte kthyer të jepte me vonesë. Ky ishte një nga ato gjërat interesante që unë dëgjova në lajme, për shembull. Dhe më bëri shumë përshtypje dhe thash, a mund të përdoret teknologjia edhe në shërbim psikologjik? Teknologjia mund të përdoret për shumë çka. Dhe unë do thoja një shprehje, lum ai që e përdor për mirë. Dhe lum ai që i ka mësuar metodat që ta përdorë në të mirë të vetes apo të jetës së tij. Por që t'ja besoj një fëmijë të përdorë një program të tillë, aq më tepër për problematika psikologjike, emocionale, për mua nuk do ishte fare e drejtë. As pak pozitive apo favorshme për jetën e fëmijës. Sepse fëmia mund të ketë një problematik, një ngërç, një simptom. Po ndoshta vjet më çliret përballë AI, inteligjencës artificiale, sepse është askush që ka përballë, sesa përballë një personi. Dhe nëse ai ndihet me çliret, jam dakord. Po si do e marrë sfidën në çështja? Inteligjenca i ofron me këtë person do konsultohet. Me inteligjencën artificiale që është mendja e një psikologëve. Ndoshta në mos të 1 milion psikologëve. Artificiale i thotë që ti me këto që më shkruani ju keni këtë problem. Dhe ai problem mund të jetë madhor. Po. Dhe fëmia mund të ndërmarrë një veprim shumë të gabuar. Kush do ta shpëtojë? Kjo do ta shpëtojë. Jo. Nuk vend do të zëvendësimin e inteligjencës artificiale me aftë natyrale kur. Patjetër që ka të mira, dhe unë dhe thash, lum ai që di ta përdor, por asnjëherë nuk jam dakord për moshën e fëmijëve. Për fëmijë të moshave për cilat ne po flasim. Mund ta përdor për detyra që prap nuk jam dakord se po ju vjell inteligjencën e tyre. Realisht po. Nuk jam fare. Jam dakord sepse i marrin të gatshme dhe nuk vënë në lëvizje kapacitetet mendore dhe sigurisht kjo edhe unë vlerësoj që nuk është diçka pozitive. Por që të trajtohen problematikat psikologjike nëpërmjet kësaj që thoni ju, nuk do të mendoj asnjëherë korrekt. Ndoshta kjo dhe për faktin se psikologët duke kuptuar që një situatë është e rënduar nuk ja prezanton situatën e rënduar, por replikon masa që duhet marrë pikërisht pa ja treguar se situata është shumë e agravoar, ndoshta këtu mund të hyjë roli njerëzor, pastaj ndryshe nga inteligjenca artificiale që është më e ftohtë, sepse janë përgjigje kompjuterike. Është më e ftohtë, por nuk mundemi asesi si prindër t'ja besojmë diçka artificiale jetën e fëmijës, se pjesa psikologjike është jeta e njeriut, pjesa emocionale. Dhe në bazë të vendimeve, emocioneve, veprojmë, edhe jetojmë. Nuk e keni frikë se mund të se mendoheni? E ju psikologët? Fare. E sigurt? Shumë e sigurt. Pse, po del që po zëvendësojnë shumë gjëra, shumë çka. Patjetër që mund të zëvendësohen, po rolin ton, nëse ti e ke provuar, aty të thot vetë, është e nevojshme me patjetër të konsultoheni me një profesionist psikolog, psikiatër, neurolog e tjerë. Do ta pyes realisht se pas kam pyetur. Po, nuk e ke pyetur, provoja. Do ta bëj provë për të bindur atë çfarë ju thatë. Prandaj zënia Pablekaj, unë të falenderoj që ishe në podcastin Thuja Gjergjit, ishte vërtet kënaqësi dhe uroj që shumë prindër të kenë marrë këshilla edhe të kenë kuptuar diçka që ndodh me fëmijët e tyre ditët e sotme. Unë personalisht kam nevojë për të kuptuar shpesh çfarë ndodh me fëmijët për të reaguar tek fëmijët e mi. Faleminderit shumë juve për ftesën, ju uroj shumë suksese, ju edhe gjithë prindërve që ndodhen në prindërim
gjatë këtyre viteve, pasi është koha më e vështirë e mundshme. Faleminderit. Gjithë të ngratë. Për shikues të podcastit Thuja Gjergjit, shpresojmë që edhe me psikologjinë të kemi dhënë një ndihmës të këtë gjithë ju, kryesisht tek prindërit, për të kuptuar botën e fëmijëve, por edhe mënyrën dhe rolin ton tek ta. Bashkë shihemi në emisionin e radhës. Mirupafshim.